Një postim i ndjeshëm ka qarkulluar së fundmi në rrjetet sociale, ku një llogari në TikTok publikoi një video duke pretenduar se këngëtarja dhe banorja aktuale e Big Brother VP Albania Egli Tako ka humbur një fëmijë në të kaluarën. Sipas kësaj llogarie, kjo ngjarje e dhimbshme dyshohej se kishte ndodhur gjatë kohës kur ajo ishte në një lidhje me aktorin Olsi Biliku. Videoja ka marrë shumë shikime dhe komente, duke krijuar një reagim të madh në publik, por mbi të gjitha ka sjell një tronditje të panevojshme për fansat dhe familjarët e këngëtares. Pretendimi lindi pasi Egli kishte ndarë më herët një fotografi të një tatuazhi në shpatullën e saj, një flok bore, të shoqëruar me disa fjalë që për shumë njerëz tingëlluan si një dedikim për një fëmijë të humbur. Mesazhi emocionues leksonte: "Ky ishte vendi ku ti mbroheshe, flije dhe ku pushove në paqe. Vendosa të mbaj këtu për gjithmonë, ta mbaj këtë vend mbushur me ty, njësoj si zemrën time, derisa të takohemi sërish. Snow. Mami të do." Këto fjalë të shkruara me një ton shumë personal dhe të ngrohtë u interpretuan gabimisht nga disa individ në rrjet. Por e vërteta është krejt tjetër. Tatuazhi nuk lidhet me një fëmijë të humbur, por është një dedikim për maçen e saj, e cila ka ndëruar jetë dhe ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e përditshmërisë së saj. Këngëtarja e ka dashur kafshën e saj si një pjesëtar të familjes, ndaj dhe emocioni i humbjes ka qenë i thellë dhe i sinqert. Pikërisisht kjo ka qenë arsyeja e bërjes së tatuazhit dhe shkrimit prekës. Pas përhapjes së këtyre thashëthemeve, familja e Eglit, që aktualisht menakshon rrjetet e saj sociale për shkak të qëndrimit të saj në shtëpinë e BBVA, ka reaguar ashpër. Ata kanë bërë një postim publik ku shprehen të indignuar nga përhapja e informacionit të REM dhe i cilësojnë këto shpifje si të ulta dhe të pamoralshme. Latnam. Zotin ju kemi lënë se ju qenkeni fundi. S'ka më keq, shkruan familjarët duke treguar hapur zemërimin dhe zgënjimin e tyre. Në fund, familja e saj ka kërkuar ndalimin e menjëhershëm të përhapjes së këtyre lajmeve të pavërteta, duke theksuar se një situatë e tillë shkakton dhimbje të panevojshme dhe cenon rënd jetën emocionale të një personi. Ky është edhe një rast tjetër që tregon se sa i dëmshëm mund të jetë keq informimi në rrjete sociale dhe sa lehtë mund të lëndohen njerëzit, sidomos kur preken